në Shkup, atje ku në fakt ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme të mediave për gjithë zhvillimet që kanë ardhur në kohë reale, ndërsa në një komunikim të drejtë për drejtë ka aktorin Lert Vasili, cilin e përshëndes. Lert, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, cilat janë të reja që vinë nga Shkupi. Kemi marrë informacione që të paktën 3 studentë shqiptar janë arrestuar. Çfarë po ndodh aktualisht atje? Unë sapo isha në protestën në qendër të Shkupit, e Shkupi Nën Terezës, ku po përpiqen të mohojnë gjuhën e Nën Terezës, po ndërkohë bulevardin Majka Tereza e mbajnë dhe gjendja ishte shumë emocionale sepse student nga të gjitha vitet e shqiptarisë ishin të mbledhur këtu duke protestuar për gjuhën amtare, për një të drejtë që ligji, lex specialis vet dhe marrëveshja e Ohrit e kanë konfirmuar. Sa për studentë shqiptar të arrestuar nuk di gjë, di që janë ndaluar në kufi shumë automjete për të ardhur drejt Shkupit. Unë fatmirësisht e planifikova, jam nisur që pak dhirë për të marrë pjesë në këtë protestë madhështore për gjuhën shqipe. Te Shkupi, që mos harrojmë, edhe në Perandorinë Otomane ka qenë qendra e vilajetit Kosovës, në Perandorinë Romake ka qenë qendra e Dardanis, e të mos harrojmë që deri 1919 Shkupi ka pasur 81% popullsi shqiptare, ndërsa sot, pikërisht. Po, ndërkohë, para se të pyes se si e konsideron të gjithë këtë lëvizje të studentëve, për nga krau tjetër edhe reagimin apo mos reagimin e qeverisë vendase atje, aktualisht çfarë po ndodh aty? Pra nëse na tregon disi në raport me protesta. Aktualisht sapo ka mbaruar protesta, ka qenë një tubim i jashtëzakonshëm, është zgjidhur në mënyrë faqësore. Studentët kanë folur dhe kanë shprehur të drejtat dhe kërkesat e tyre për provimin e jurisprudencës në gjuhën amtare, sepse në atë gjuhë kanë studiuar dhe në atë gjuhë dëshirojnë dhe të punsohen. Kur dim shumë mirë që në këtë shtet gjuha shqipe është zyrtare. Lert, çfarë do të thotë kjo lëvizje e studentëve sot? Po më së shumti çfarë do thotë reagimi dhe qëndrimi i vetë qeverisë vendase në këtë formë? Shiko, deri tani qeveria vendase ka mbajtur heshtje, nuk kemi ende një komunikim zyrtar se si do zgjidhet kjo çështje për një brez të tërë që është rritur vetëm duke mësuar shqip. Të mos harrojmë, Republika Federale e Jugosllavisë nuk ekziston më dhe është një brez që ka studiuar vetëm në shqip, jo slavisht, siç ka qenë prindërit e tyre që janë detyruar studiojnë slavisht, por në shtëpi kanë folur shqip. Dhe deri tani nuk ka ende një komunikim, një qëndrim zyrtar nga qeveria, ka vetëm heshtje. Dhe në këndvështrimin tuaj,